Bota është duke u digitalizuar gjithnjë më shumë, prandaj ne sot mbështetemi tek teknologjia si kur më parë. Por me përdorimin aktiv të internetit dhe pajisjeve elektronike, vjen rreziku i rasteve urgjente digjitale. Prandaj e prezantojmë ndihmën e parë digjitale, një burim falas i krijuar për t'ju ndihmuar juve dhe komunitetin tuaj gjatë zgjidhjes së disave nga krizave më të zakonshme digjitale. Pavarësisht nëse keni humbur telefonin tuaj, qasjen e llogaritë të medjave sociale, keni marrë mesazh të dyshimt ose dikush ju ngacmon në internet. Ky burim ofron informacione për atë se çfarë të bëni dhe ku të drejtoheni. Mjeti është i dedikuar për aktivistët, gazetarët, mbrojtësit e të drejtave të njerëzit, njerëzit e etikut, por edhe për të gjithë ata që duan të mbrojnë veten dhe të ndihmojnë të tjerët. Ndihma e shpejtë digjitale ju orienton në diagnostifikimin e problemeve që i keni ju dhe çon në mbështetjen e organizatave që ofrojnë ndihmën e duhur. Si funksionon? Për fillim, në faqen e internetit e cila është e disponueshme edhe në gjuhën shqipe, e zgjidhni problemin me të cilin jeni përballur. Ndihma e parë digjitale do t'ju çojë në një sër pyetjesh për të kuptuar më mirë edhe problemin diagnostik. Me çras ju ofron informacione, rekomandime dhe linkje të jashtme, të cilat mund t'ju ndihmojnë e lidhur me atë se çfarë mund të bëni ose kujt mund të drejtoheni. Për problemet të cilat nuk do mund t'i zgjidhni vetë, ndihma e parë digjitale ofron listë organizatave me të cilat mund të konsultohen. Krahas kësaj, për ata që kanë stres për shkak të shqetësimit online, rreziqeve dhe llojeve tjera të sulmeve digjitale, është dorëzuar dhe manuali për vetkujdes, si mbështetje dhe zbutje të sfidave. Qendra e burimeve, ndihma e parë digjitale plotësohet dhe përshtatet vazhdimisht ndaj natyrës dinamike të sigurisë digjitale. Mjeti mund të shkarkohet dhe të përdoret edhe offline. Qëndroni të sigurt në internet. Vizitoni faqen e internetit të ndihmës së parë digjitale dhe qëndroni të përgatitur për çdo rast dhe skenar urgjent digjital.